pra selimin në rrjetet sociale edhe e dini për çka po flas. Tash fillojna na. Kemi një lojë shumë të lezetshme. Unë kam mos u tut, ajo ka qelu zemër. Qelu zemër, shumë nuk tem pak më eron se mos u tut. Unë stut na vesh zemër se qeli. Se qeli. Ama në fund këtyre kish problem, kështu që. E merr një dhuratë mirë. Që shumë të lehta janë. Kur ishte hera e fundit që u ndjeve si fëmijë? Në mal ndina si fëmijë, definitivisht. Para një javë. Në mal ndihesh bashkë si kur je fëmijë edhe që vrapon edhe që lun edhe që edhe ujit shion ndryshe edhe ushqimi edhe adi si kur je fëmijë, ndihesh në bjeshk edhe për ato gjithkujtja propozoj se ndihesh si kur je fëmijë. Okej, për çfarë të njeh shoqëria jote, cili është roli yt në grup? Unë jam ajo ma e gjalla që foli mas shumë ti, që knoj, që këcej, se në TikTok do këna është shumë serioze, që vish vrapoj, unë jam ajo që e mbojnë Unë e kom përjetu këto me pranverën. A kënon vish për vetja, një shijojnë edhe tjerë? E shijojnë ose nuk e shijojnë, nuk më interesant. A ki zo? Kom zo. Hajde kënon e diqka? Ja, jo, mërë më kona shtë isha po këngëtare, kësha që të ndrit këtë familje. Anë se zonë të verët. Mu njësh një fjallë mi afton me thonë edhe unë e anisë një kongë me qatë fjallë. Hajde shëndrit. Okej, interesant. Cila është tradita jote familjare e preferuar? S'kena heq. S'kena tradita, se që kur isha kështu lakmoj, kur isha familje me tradita. Jo, po fiks, që veshe, na me pijame. Tradita jonë familjare. Shpis kuku bret. Ja, tradita jonë familjare preferume është tash qep e thëmë për familjen e gjere, kemi bo një tradit me familjen me aqë, gjdo vitrim le edhe me pojmë një ndaj kështu, shkojmë të kundaj që ka muzik, edhe shumë kaloj mirë tepër, qaj është tradita jonë, për të cilën jam krenore. Unë e kom inicupën. Kjo ma emocionale. Tu i marrë kreditet. Jo, pi marrë se i kom. Cila është shila ma e mirë që të ka dhonë dikosh? Po më kujtojt tash ma e mirë, apo një këshi... Po që e mon që thëjmë na vëtëm vesh. Që e mbajnë mend, që u konë kështu si pikë kthese njetë, u konë... Që po më kujtojt një që u konë qatë punë që ki për para, kryje mirë, se unë e jo masi personit... Mos e le për nesër. Jo, jom person që mundona mi bo 100 sende për një herë, ose mi mbri krejt, një këshill që e mbajnë mend që u konë qatë punën që ki për para, kryje edhe. Po, qka të njës, bjetese që thonë. Bjetese, po. Nëse len gjysë. Nëse do të mund të zgjedhenje superfuqi, cila do ishte? A i ki menu në aja që shto pytje? Po me fluturu kom qef. Interesant. Superfuqi. Ato mi ledzu mendje njohë, se ta na ishtë du vrame që. Ja, i të kësha ta është me ledzu mendje në kërkujt. Edhe më pojtë se i dukshë me shku mindi. S'kishe pas nevoj kur për biletat aeroplanit? Ja, me fluturu i shko najs. Me fluturu. Cilat janë mënyrat që ti e shprej dashurin? Me vepra, definitivisht, i kry punë tjerëve, se ka një nduke që njerëz, se u s'kom qef kështu më përqaf, ose s'kom qef shumë i thirë njerëz, mamin, hello mam, po me vepra, kom qef mi u kry punë, edhe që ashtu e shprej i shala matin, se nduke që s'madin se jo në super e sinqertë. Nëse pranvera e blenë harqën e shpis, dine që është mënyra e dashurisë. Krejt jetën jom shku me blej, unë jom ajo në shpe që shkoj blej. A disa vepër e madhe është kjo? Po, pa mbri vipi Prishtinës e din që jam klin, ma pojnë blej që të rrugës. Që një vepër dashurie, ku po dojnë ma shumë? Që kjo është vepra ime dashurit. Unë zere. Jetën e kujt do t'a jetoj për një dit? Me zë një personazh që kështë jetu jetën e ti për një dit. Ti ose saj. Hajtam, heq, po kam ide, jetën e dikujt shumë dikush që bëndë qka tepër interesant. Tepër jashtë qdo kornizë që une e bëj. Hajde me ndoje, kush është qaj person? Kujt i kësha lakmu? Se kam dikon mend, po dikon që bën këtë diçka të kundër prej asaj që bëj une. Ne këngëtar. Sigurisht, po. Diçka shumë të shturur. Rihanës. Të me Rihanë, uratu. Uratu, valla ba. Ja, vesh ma Rihanës me 3 fëmijë. Pa, Dua Lipa, pra. Ani dhe po. Po, interesant. Po, me siguri kalon mirë. Çfarë ke bërë që mendoje se s'do ta bëje kurrë? Presje, pa i qëto që kom rapu 110 km, se kom mendu kur. Po bona pak... E pëse the presje? Presje, se mi ndoha të sende. 3 pika, lej, mami? 3 pika që të ta. Presje mirë. Cila është pyetja e fundit që i ke bërë ChatGPT-s?
A boj me lexu? Po. Sigur të diçka për gastrit, pantoprazol. Pyetja e fundit. Response to invitation, për punë kësi. Mbëritja në pej nga Prishtina, sigur të kom këshyra mbri, diçka i kom thonë shpe që i mbri për 1 orë. Okej. E kom vetë qysh me mbri në pej për e Prishtinës për 35 minuta. E di që është e pa. Ma ka bo nëse po fletë seriosisht, nuk kam mënyrë ligjore. Se sigur të kom thonë shpe që i mbri, që jom komoran, po me sigur jom kom Prishtinë të pi kafe. Edhe në ka thonë nëse po fletë seriosisht, nuk eksiston mënyrë ligjore. A je personi tillë që thu që jem rrugës a je në shpjalla? Gjithmonë, ata besoj edhe e tin tash familja më kam pranu që Do me thonë minutat e furagjis. Minutat e furagjis, ku nuk shkojnë kohë, gjithmonë ju rej. Cila është rana që e përdor më shumë ti? Qëto rrugës, jom nis. Tash jom nis, tash as të kopi telefonin, mos e ndije që s'jam kërë. Që kjo është rana, ma e shpesh. Cila është një gjë e çmendur që do doje ta provoje nëse nuk do kishte ndonjë pasojë? Me fluturu. Po, ndoshta që shto me këcyme, që si këcyme e fluturime, se me vrej që jom në një pemë të njajtë. Okej. Mos me pas pasoja, Që ka ardhë helikopteri me të marrë. qarë, se me që jemi të tema e fluturimit. Okej, që si, s'po di, Monteverest. Po, të. Pra Vera, është ndonjëherë sikur po jeton një jetë sipas dëshirave të tjerëve. Ma shumë sipas dëshirave, sipas një ideali që unë ja krijoj vetes në kry, edhe që mendoj që ato duna me. Ka njëherë e vrej që jam si në autopilot, ka njëherë e vrej që adin jam të ndjek një orar që ndoshta kur kush s'ma ka qitë që vetën si ja kom qitë edhe pak më bën nervoz që atin duna me shliru vetën edhe me dalë prej qasaj, po jo sipas, definitivisht jo sipas kërkesave tjerë. Mu kona ashtu dejta është ki ndryshe kësha vepru. Po hitë më përshtypje që apresin tjerë prej me, këto e kom po të qarë. Bravo. Jo fëmija i fundit në shpe. Po. Kështu që ja ka bërë si një video që është shumë virale që thojnë tu ja bo familjes, unë nuk ju bëj krenar, këshurni i pari ose i dyti fëmijë. Mos me ju bën krenar. Unë e pisi. Një prej me. Po. Cila është gjëja më që sharake që ke besuar si fëmijë? Osët. Garanta ti ke menu që teletabisat janë... Ja, kësi babadimra, se qështë tash jam marrë vogla, ma kanë prej fillimit motra vlau. Asasin kanë gjithë bërloge. Qa kom besu fëmi. Jo. Ja, shumë kam qenë realist. Që në ka për lejlekua. Ja, heqa. Më kanë prej, kitë ondrat. Pra më vesh, zakonisht me vite edhe pjekemi, edhe ndryshojmë, edhe në të menduar, edhe në karakter. Qëfar këshile i këshe jop vetes para 10 viteve? Nga tash, nga këtë perceptim? Definitivisht, mos mi marrë shumë sendet seriosisht, edhe mos mi marrë personale. Kur jom kohë ma rej, kom marrë sendet shumë personal, kom mendu që çdo send që thuhet, që bëhet, që edhe nëse s'ka pas bëj me mua, kom marrë personal. Edhe që ato e kom ndru, komplet, tash jo. Edhe ja kësha këshill. Nëse e vrej tash kur jonë ma tri edhe e vrej që shi marrin sendet edhe shumë seriosisht, edhe mos mi marrë sendet shumë seriosisht edhe jo shumë personal. Se cili ka galit e veta, se cili këshyrë për veti, mja botë diqysh, nuk je qendra e botës qysh me ndojnë. Qysh me ndojnë ti, që se cili e ka qendrën e vetë botës. E kam një tepër të fort. Hajde. Qka të bënd të thuash me njëherë? Kjo është tipike shqiptare. Qovë gjest, trafiku, parkingi, me pështy në rrugë, që e urej ma të shumë të me qka? Kush pështy në rrugë. Me pështy, thuje mëj? Kush pështy në rrugë, e urej, edhe është tipike shqiptare. Mos të prit rend, me kalu rendin, te për më bën nervoz. Te kaca, për shemë, kur... Përgjithsi, kur është rendi, se ekipa shqiptarët nuk e kanë rendin kështu një, po i kanë 14. Po, edhe në rrugë. Me makinë kur je? Po. 2 traka janë 4? 2, 5, qaja është tipike shqiptare, e të tjera. A je nervoz në komunikacion? Jashtëzakonisht po. Për në me? Po, që aty më del karakteri, kështu. Bile që tash javën e kalume i pata një qift holandez që i kom pas në fakultet, master. Krejt kesh patësore me ta mbjesh, ka kur e për mkera, tash. Ma në mirë. Pra në verën e vërtit. Shumë, në sekundë bën nervoz trafiku. Qa bën nervoz më shumë? Ata që hinë gabim, ata që hinë... Ja, edhe jo. Mund rrët bën ati për nervoz. Bën nervoz kur t'hinë, okej, se dhe unë vetë ka njerë hi e bëj ftyren atin, masën e shrikit, apo mlen, edhe ju bëj me dorë. Po do që s'të këshyrin e kishe e shtin kryt,
Qata, e ta na me qata shtyna. Nuk I lo. A I ndjek rregullat në komunikacion? Kryesisht po. Po, se jemi live. Që kjo shumë emocionale, ashtu mi ka dhënë shumë dhimbshme shëndret. Hala, ka të dhimbshme. Çfarë ke mësuar nga një dhimbje që ke përjetuar? Nëse nuk kemi marrë. Çfarë kam mësuar nga një dhimbje që kam përjetuar, definitivisht që jeta vazhdon. Edhe që jeta vazhdon. A je person që Life fal? goes on. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Shumë të keqe e kom se se. Jo, Allah bollë të mire pas kem. Shumë vështirë. Edhe ma mirë është mos me falë, se ta Po, na da? falje, ja përmenti. Pa mirë është mësë mi mësu mi falë. Ja, nuk s'fali shumë letë. E këto e kom nga Bravo. akrepi që kam në zemër. Për këto përgjigje ka që të sinqeta, Shumë. piano, parfum, gjithmonë I gëzon musafirët Po. tanë. Edhe ke Do një jam dhuratë plus. speciale nga piano parfum, një aromë fantastike. Piano është Faleminderit, prodhim shumë. kosovar, janë dup të parfumeve shumë origjinale. Bashkë më intereson me di çfarë arome ta kam muj? vendos. Po. Po, se unë jam tip kurios kështu. Candy, do më thonë Candy, okej, po, shumë I mirë është. E besoj, ëmbël, po. e mirë, e freskët. Edhe dije që e mban tepër Bona gjatë. influencere një. Po, por nuk është dhurata e Shumë vetme. e mirë. Jo. E kemi një vusher në vlerë prej 50 euro nga Bonita Luxury, është hoteli në Bregdetin Shqiptar, mundesh me shku kur të bjen rruga, lirisht, shkon e shfrytëzon, qëndron, shumë. e ke dhurat nga Bonita, sepse Bonita Luxury ka pishina të brendshme, aqua park për fëmijë, dhoma, plazh privat, edhe ju sugjeroj me shku me provu edhe ju nëse jeni duke mendu për pushime, sepse kanë me mbet pushime të paharrueshme. Absolutisht po, dhe unë kam një ftesë shumë të lezetshme për ty. Me 3, 4 dhe 5 gusht fillon Expo Diaspora, panajiri I cili mbledh të gjitha bizneset vendore